Do t'ju tregoj një sekret. Janë gjethe dafine të thata. E dini se çfarë bëhet me këto gjethe? Me këto gjethe të moshuarit shqiptar i digjnin dhe thithnin aromën e tyre, ose më mirë tymin që ato lëshojnë. Mjafton një grusht nga këto, kaq sa kjo, okay? Ta digjni, por nuk është e thënë që të digjet komplet, mjafton që të çlirojnë tym, sepse shpërndahet në për ambientin ku jeni. Varet nga madhësia e ambientit ku gjendeni, por këto, për shembull, këtu mjaftojnë për shtëpinë këtu. Tani, duhet të dini që vajet esencial që ka dafina, me anë të tymit shpërndajnë në përhapësirë, pra shpërndajnë në ambientin ku ti jeton. Pikë së pari, pastron ajrin. Pikë së dyti, pastron edhe rrugët e frymarrjes së cilit, sepse përveç se të jep një çlirim total, po ta vini re, nëse përdorni, por pastron. Njëkohësisht edhe stimulon trurin që të punojë më mirë. Madje ka disa që pretendojnë ose mendojnë që largon shpirtrat e këqij, pikërisht tymi që lëshon. Pra, mjafton që të digjni një grusht nga këto dafina të thata, gjethe dafina të thata, në një vend si ky, ose në një gjë edhe prej qelçi, dhe tymi të shpërndahet brenda shtëpisë. Ju informoj që kjo praktik bëhet që nga kohrat e lashta, dhe sot, pra në troje shqiptare, dhe sot Imate bënte shpesh këtë, dhe sot ne kemi zbuluar që përbërësit që ka dafina, pra vaj që ka dafina, është tepër i rëndësishëm për shëndetin tonë. Thjesht për informacion, çështje diturie. Kujdese mos digni shtëpinë.